Tash në studio një kam tregu edhe qysh prej mëngjesit, sepse çdo herë mundohem që t'ju mbaj të informuar edhe saj përket të rjetës dhe pjesës tjetër të skenarit, e që çdo të ajnë ne diskutojmë me doktor në studio saj përket problemeve të ndryshme shëndetësore dhe mundohemi që përmes përgjigjeve në studio t'ju ndihmojmë edhe kështu në mënyrë virtuale apo larg, jo qysh bëhen të zakonshme këto takimet mes pacientit edhe doktorëve. Megjithatë në studio sot do diskutojmë për alergjitë sezonale, edhe pse mund të kemi edhe alergjitë të tjera të cilat na ndjeken edhe jashtë stinës, jo tash vetëm në pranverë apo vjeshku dhe janë më të shprehura. Ne këtë do ta diskutojmë sa i përket edhe alergjive, simptomave, trajtimit, identifikimit të tyre shumë çka tjetër. Flasim bashkë me alergologun, imunolog klinik Enes Halimi që e kemi në studio. Mirëmëngjesi doktor, mirë se na erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se jeni. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Doktor, çka janë alergjitë? Faleminderit për ftesën. Alergjitë janë një reakcion jo normal i sistemit imunitar tonit, që e ka secili njeri, secila qenje përgjithsisht. Pra reakcion jo normal në një ngacmues, në një alergjen, në një armik, ta quajmë në thojmë, që organizmi e njeh për të tillë. Pra e njeh për si trupi huj, si alergjen, si ngacmues, si armik me një fjalë. Pra është një reakcion jo normal, kur prishet balanci imunologjik dhe sistemi reagimit imunologjik reagon në mënyrë të panatyrshme, kjo përbën në terma thjesht alergjin. Pra alergjia është një proces imunologjik jo normal që i ndodh organizmit në raport me një substancë të huaj, me një trup të huaj që ajo percepton si të tij. Po. Çfarë lloje të alergjive kemi? A ka shumë? Ka alergjitë shumë, ka alergji në polen, në pluhur të shtëpisë që njihet në gjuhën popullore. Po ashtu ka alergji në ushqime të ndryshme, ka alergji në materie kimike, alergji në substanca të ndryshme, në medikamente, në insekte, e kështu me radhë. Gama është relativisht e madhe e sëmundshmërisë alergologjike. Cilat janë më të rrezikshmet, me qenë se po flasim? Secila varësisht nga tipi reagimit, koha reagimit, kualitativisht sa është reaktiv organizmi në një substancë të caktuar, secila nga to mund të jetë fatale për jetën, për njeriu dhe si të tilla meritojnë vëmendje të posaçme dhe është e mira është se çdo ditë më shumë kemi një lloj vëdësimi më të madh, secilën herë më të madh të popullatës për kitazim me këtë problematikë. Pra, secila është e rrezikshme për aq sa është e vrrullshme, për aq sa është niveli i shkallës së këtij reaksioni ndaj një substance të caktuar, qoftë ai pluhur, polen, ushqime, gjana, varet edhe mënyra e futjes së tij në organizëm, varet nga potenciali dëm shkaktuesi i tij, mënyra, koha reagimit e kështu me radhë, pra janë një mori faktorë që bëjnë një alergji të rrezikshme, më pak të rrezikshme apo jo. Në bazë të disa bisedave që i kemi pas në studio këto, edhe disa raporteve del që viteve të fundit, ndoshta shtuar edhe numri i personave të cilët përballen me alergji. A do thotë kjo që vetëm është ngrit vedia dhe tash vinë më shpejt sepse normalisht e dinë çka mundet me pasu. Pastaj apo ka ndodhur edhe diçka tjetër sipas ndoshta ngrohjes globale, ndotjes së ajrit, a mundet me qenë kjo? Dyat. Pra, dyat janë variablet që kanë ndikuar në rritjen e sëmundshmërisë alergologjike. Pra, edhe vëdësimi, evidenca, statistikat më të mëdha, edhe informimi po ashtu që ka ndikuar pra në një vëdësim më të madh dhe në një evidencë më të madhe dhe rritje të numrave të statistikës, po ashtu edhe rritja e gamës alergjenëve. Ta zënë ju mund ta dini që para 10 viteve ose para 20 viteve substancat me cilat jeni ushqyer apo ushqimet me cilat jeni ushqyer kanë qenë shumë të thjeshta. Sot është rrit gama e përbërësve të ndryshëm në ushqime. Po ashtu do thotë kemi edhe ndotje të ajrit, kemi sot materie që gjithnjë më shumë bëhen pranishme në jetën tonë dhe mundësia për reagim të organizmit dhe ngacmimi i tyre në organizëm është shumë e madhe.
Andaj, pra janë dy, ajo që thatë që ka një vedisim, evidentim dhe statistikë më të saktë për kitazim e këto probleme, dhe vedisim përgjithsisht, dhe ana tjetër është rritja e gamës alergjenëve të ndryshëm, qoftë në natyrë, qoftë në ushqime, qoftë në materie kimike, pra gjitha këto kanë ndikuar që rritja e problemeve alergjike, pra të shënoj një si të themi... Një rritje të pacientëve që vinë pastaj dhe... Tjetë tillë dhe po besoj që emisionet si këto do të jenë në funksion të rritjes së kësaj vedije dhe evitimit pasojave që shpesh alergjia mund t'i ketë paparashikueshme. Ne pikërisht sot, me qënë se tash jemi edhe disa ditë afër pranverës, edhe më tepër jemi munduar që t'i kushtojmë më tepër rëndësisë përket problemave stinore, cilat mund të shfaqen, e që me njëherë me shfaqen e polenit fillojnë edhe problemet e tjera, qoftë me frymarrjen, qoftë me rrjedhjen e hundëve, me të shtitjen që në qoftë se nuk po përballemi vetë personalisht, ose kemi diko në familje, ose tek puna, pa ka shumë e dim problemet që mundën me i pas në njerës. Fokusohemi tash tek kjo pjesë. Pra, po bëjmë fjalë për alergji respiratore që njën, pra që të këto alergjent apo ata ngacmuesit futen përmes rrugëve të frymarrjes. Dhe po ashtu, është përfaqjen e tyre në shumicën e rasteve kanë në rrugë të frymarrjes me frymëzënie, me gërhatje, me kollitje, me të shtima, me rrjedhje të hundëve, me pezmatim të sinusëve, me kruarje të veshit e kështu me radhë. Pra, këto janë alergji që shkaktarët e të cilës futen në organizëm kryesisht përmes rrugëve të frymarrjes. Po ashtu, një alergji që futet me këto rrugë mund të shkaktoj probleme prej atyre më të thjeshtave që i përmendëm, e deri te frymëzanjet më të mëdha. Sikundër e tham, pra varësisht nga niveli i reagimit të organizmit, varësisht nga sasia e alergjenit në të cilën është i ekspozuar organizmi, i caktuar, dhe një mëri faktorësh të tjerë varet edhe shkalla e reagimit të organizmit, shkalla e manifestimit alergjik ndaj një substance të caktuar e kështu me radhë. Sot jemi në sezonin ju e thatë që ende nuk ka fillu pranvera, po megjithatë polenet, disa polenet, drujeve të lartë kryesisht, janë aktiv edhe në stinën e dimrit. Pra, që ka fillu që nga janari, që nga janari, shkurt, mars, pra, të parë që lulëzojnë dhe e qesin polenin janë drujt e lartë. Për të vazhdu më pastaj me polenin e barnishtave, drithrave, që zbashku me kur të përzijet dhe kur të mbivendost edhe ky sezoni që ka fillu pra i drujve të lartë, atëherë njëtë si sezon madhori i alergjive që përfundon dikun ka muaj qershor, korrik, varësisht nga vegetacione, varësisht nga rreshtit e kështu me radhë, nga një mëri faktorësh tjerë klimatik. Deri atëherë, ç'është duhet me menaxhu këtë situatë? Pra deri atëherë, po pa përjashtu edhe alergjitë e vjeshtës hershme, verës së vonë që janë ato alergjitë në shkurrë që ta plotësoj. Ka një sërmasash të kujdesit. E para dhe më e rëndësishme është që nëse arrim të ruhemi nga ekspozimi, dhe kjo është në mënyrë të plotë, kjo është e pamundshme të arrihet për shkak se pa dalë diku. Po pra, do thotë shumë është e pamundshme teorikisht që vetëm teorikisht mund të mendohet se mund të bëhet një ruajtje deri në masën e 100%. Duke qenë kështu, atëherë aplikojmë një sërmasash të kujdesit, jemi të kujdesshëm me ajrosin e dhomave, jemi të kujdesshëm me daljen nevojë pa nevojë, jemi të kujdesshëm ndoshta me shpërlarjen e trupit, flokëve, fytyrës e kështu me radhë, dhe vrimave natyrore që duhet të bëhet posa të kthehemi në ambientin e brendshëm, të kemi kujdes me rrobat që qëndrojnë në ambient hapur për shkak se ato përmbajnë një lloj, ta themi, një lloj depoje të polenit. Dhe një mëri masash të tjera që na e bëjnë më të lehtë përballjen me këtë sëmundje. Më pastaj po ashtu është edhe konsulta me mjekun alergolog, pra me mjekun përkatës për këtë problematik. Duhet t'i shmangemi vetë mjekimit apo mjekimit në bazë të evidencave të huaja se ta zon dikush e ka marrë
një orimi ka marrë një substancë caktuar, ta i ka vepru mirë, po e marrë unë të njëjtën dhe unë jam mirë, kështu me radhë, për shkak se secili organizëm është botën vetë dhe specifikat e secilit vlen shumë te reaksionet sidomos alergjike dhe produkt shmangur vetë mjekimin e kështu me radhë, produkt paraqitimi të mjeku i alergjisë, në mënyrë që të marrim ilaqet e caktuara, dozën e caktuar, masat e kujdesit të caktuar në harmoni me terapin. Pra masat e kujdesit për shmangje nga alergjent të caktuar, së bashku me terapi simptomatike, e përbëjnë një lloj mozaiku i cili nëse plotësohet në mënyrën më të mirë të mundshme, gjithnjë në udhëheqjen dhe konsultën e mjekut alergolog, atëherë të lashet për pacientin gjithnjë më të vogla dhe pasojat nga kjo alergji e pa trajtuar, eventuale apo e trajtuar me vonesë ose e trajtuar me ilaqe të huaja që karakterizon shpesh është tonë si vetë mjekim, atëherë janë më të vogla. Po ashtu nuk do të abstrahohemi apo të qesim nga mendja edhe vaksinimin që njihet në popull apo imunoterapinë specifike në disa alergjent të caktuara, të cila në kombinim me dy rrugët e para që i përmendëm, pra mbrojtjen, ruajtjen dhe edukimin për këtë me këtë problematikë, dhe terapi simptomatike dhe konsultim me alergolog. Dhe kur i shtohet kësaj edhe imunoterapia specifike, pra që njihet në popullsi si vaksinimi, atëherë përbën një plotësim mozaiku në trajtimin e sëmundjeve alergologjike dhe pasojat për pacientin janë gjithnjë më të vogla. Doktor, vetë se kanë fillu pyetjet e para me ardhë në Viber, madje më herët e patëm edhe një telefonat, por që shpeshherë edhe nuk presin, unë po filloj me i lexoj, thot përshëndetje për juve në studio, kam një shqetësim që 2 ditë kam reakcion në trup, po majet, fytyra, kryesisht buza dhe trupi si ushlja. Kam marrë trajtim në ambulant, por po më përsëritet, çfarë mund të jetë? Kjo ngjet me një reakcion alergjik, simptomatika atipike, do të kruarje, skuqje, ajtje, e kështu me radhë, duhet të bëhet vlerësim nga afër dhe duhet që të mos neglizhohet, sidomos ajtja e pjesëve të caktuara të trupit është një simptom serioze që duhet na shty të lajmërohemi te mjeku përkatës. Zakonisht kur të kemi të bëjmë me trupin apo të ajtura, do të thotë që mund të jetë me stinën apo alergji tjera që mund të Nuk përjashtohet asnjë as tjetra, po megjithatë këtë e bën me një vizitë nga afër, me një konsult nga afër, një lloj deshifrimi dhe mjekimi pa ndonjë të lashë. Cilat janë testet e alergjisë që bëhen zakonisht doktor? Ka teste të ndryshme, kryesisht janë prik testet, testet lëkurore që bëhen për alergjent të caktuar, çfarë do qofshin ata. Po ashtu janë edhe 5 testet për materi kimike, kemi edhe testet përmes gjakut, që njihet IgE specifike, dhe tash me zhvillimin e hapshëm teknologjik dhe përgjithsisht modernizimin e gjitha procedurave, kemi edhe diagnostikimin molekular. Pra nivel të molekulës bëhet diagnostikimin e shumë alergjen dhe po e rëndësishme përveç diagnostikimit është edhe qaset e mjeku i alergjisë, që shpesh ne, si shoqëri po flas, e neglizhojmë dhe vetëmjekohemi. Vetëmjekimi është armiku kryesor, ndoshta edhe më i madhi dhe më i rrezikshëm i pacientëve alergologjik. Thot një tjetër, përshëndetje për doktorin, nuk kam pas alergji më parë, këtu 2 muaj kam filluar me pas vështirësi në frymarrje, koll gjatë natës, sa mund të jenë shenjat e para të alergjisë? Po, alergjia është një çrregullim, si themi, gjenetik i kësaj përgjigje imunitare në raport me një alergjent caktuar, po koha shpërfaqjes saj varet nga numëri faktorësh. Ekspozimi, po ndikon që, sepse ka shumë raste që thonë se derisa unë kam pas këtë me të bartur me trashëgimi përmes gjeneve, atëherë pse s'më shfaq, po i kam bërë 30 vjet dhe vetëm vitin e kaluar dhe si vjet. Po mirë, atëherë ka ndodhur ai momenti kritik i shpërfaqjes së sëmundjes, sepse organizmi ka qenë vazhdimisht i provokuar për disa vite dhe ka ardhur një moment kritik kur ai ka manifestuar shpërfaqjen e vet që gjenetikisht e ka pas aty të mbarsur, si themi, të mbrojtën dhe. Pra mund të themi që edhe kur është dikush nga familja alergjik në diçka predispozita që t'jemi edhe ne gjasat janë më të mëdha që ta zëm në fëmijët e disa ose
vëllezërit dhe motrat e një personi alergjik janë shumë e gjasme që ata të jenë më të prekur statistikisht nga alergjia. Thot përshëndetje për doktorin, më skuqet hunda sepse kam kruarje në këtë periudhë. Çfarë teste duhet të bëj? Testet alergjike, prek testet, po, përmes lëkurës, diagnostikimi i sakt i alergjisë, përcaktimi i shkallës alergjisë, i llojit alergjisë, sepse jo çdo alergji shfaqet pra secila alergji shfaqet në kohë të caktuar dhe mjekimi adekuat dhe i personalizuar. Thot përshëndetje për doktorin, e kam një pyetje, kam djalin 27 vjeçar, sa herë bën dush të shtin shumë, a është alergji? E mundshme, sepse kur janë edhe një lloj entiteti patologjik që njihet si urtikarja, ato manifestohen me ndryshimin lëkurë, skuqje dhe disa lloje të urtikarjeve shkaktohen edhe nga uji i ftoftë, disa nga uji i nxehtë kështu me radhë. Dhe po ashtu mund të ketë ndikim edhe në sistemin respirator, pse jo. Kemi alergji dhe cilat mund të vinë edhe prej shamponve apo detergjentëve të ndryshëm që i përdoren në rroba? Materiet kimike që i thamë, po, patjetër. Edhe rrobat të caktuara, ngjyra e rrobave, edhe ngjyrat për flok, edhe këto piercing, këto që shpuaret, vatët, bizhuteriet, vatët, gjitha pra materiet kimike, të zonë nikli, gjitha materiet kimike që përmbajnë materialet e caktuara, ngjyrat e flokëve, e përmendëm edhe një herë, kështu me radhë, mund të kanë potencial për të shkaktuar reaksione alergjike që njihen si dermatiti kontaktit. Thot, kam kruarje, skuqe, pak entje vetëm në fytyrë, jo çdo herë mund të jetë alergjia, apo vetëm ndikimi i shkaktarëve si kremrave, pluhurit, pajisjeve higjienike që ngacmojnë lëkurën. Po, edhe ajo mund të jetë që të ketë një reaksion më të madh, një reaksion alergjik në raport me disa kremra, në raport me disa materie kimike që detyrimisht i përdorim, si shamponët e kështu me radhë, po duhet që të gjurmohet me analiza detaje alergologjike në mënyrë që të përcaktohet shkaku, sepse shkaku mund të jetë jo vetëm shamponi, po të jetë një organizëm i prirë për të manifestu si themi çrregullime alergjike dhe po ashtu shamponin këtë rast apo materiet të ndryshme kimike të jenë një lloj mbivendosje e kësaj dhe ta përkeqësoj gjendjen e pacientit në mënyrë të papritur. Pra, mund të jetë edhe alergji në shampon, po mund të jetë edhe diku tjetër që shamponi vetëm e akceleron e përshpejton një reagim të tillë jo adekuat. Kemi edhe një pyetje që ka të bëjë me astmën, nëse mundesh me na ndërlidh pastaj çka nëse nuk trajtohen, a mund të kaloj edhe në astmë? Thot, kam vështirësi në frymëmarrje, në pranverë dhe koll të përhershme, që më bëhet shumë ma keq natën. Nuk kam pasur probleme me astmë më parë, por më duket sikur astmë, a mund të paraqitet tash? Po, është e mundshme, shumë e mundshme, që mos mjekimi me kohë i alergjive dhe mënyrë jo adekuate të progredoj dhe të ketë ndryshime të tilla në rrugët e poshtme të frymarrjes që njihen me emër si astma bronkiale, është e mundshme, por nuk është fundi dhe nuk du ta kuptojmë si diçka fatale. Edhe këtë çrregullim për shkak se është një entitet patologjik që me qasje të reja, me qasje moderne, mbahet mirë në kontroll dhe nuk gjithnjë kualiteti i jetës është gjithnjë më i mirë edhe të këta pacient dhe gjithnjë më pak kanë të lashë për të zhvilluar aktivitetin e tyre normal, nëse mjekohen te mjeku përkatës alergolog. Thot, jam 28 vjeçar, kam alergji në alkool, mu ka shfaq në vitin 2012, edhe në çokolata që kam përmbajtja alkoolin. Kam reakcion, më prek në frymarrje dhe më mbushet gjoksi pushra. A mund të kaloj kjo alergji? Organizmi është botë në vetë, secili organizëm, por alergjit, edhe njerë thamë, janë predispozita gjenetike dhe si të tilla pra në gjenet mbesin aty. Reakcionet se si të zhvillohet tutje një parashikim i tillë është e pamundshëm të thuhet se do të largohet apo jo, po megjithatë, sidomos në gjanat që i dim, pra i kemi të identifikuara se në cilat materie, pra në këtë rast të alkooli, jemi alergjik, atër është më e lehtë për shkak se duhet të shmangim deri në një moment të ri kur gjejmë ndonjë alternativë për mjekim më adekuat. Thot kështu,
Për shëndetje, deshta me pyet mjekun, krejt trupin bëhet ushla edhe buzët. Thot i përdori kokrat e bastina, një 4 ditë thot i largohet, tani prap i shfaqen. A është keq me i përdor këto ilaçe? Asnjë ilaç nuk është pa efekt anësor dhe asnjë ilaç nuk është i mirë. Në kuptimin kimik të fjalës, për shkak se bëhet fjalë për materie kimike që organizmi do t'i përdor, por njeriu do t'i përdor vetëm kur ka të lashe serioze për këtë me shëndetin. Nuk tregon klienti që dëgjuesi nuk tregon se kush ja ka ordinuar ilaçin e caktuar, nuk tregon, pra dhe ilaçet terapia nuk do të merret sipas dëshirës pa protokolle të caktuara, ka protokolle të jashtëzakonisht moderne të trajtimit dhe shumë të sakta, dhe abuzimin në këtë rast me marrjet substancave të ndryshme se i ka bo mirë dikujt ose e kështu me radhë, pra na shpihen situata të pafavorshme që mund të jenë shumë kërcënuese për shëndetin tonë. Pra rekomandimi është që të shmang përdorimin, të shmang vetmjekimin me substancat të caktuara, po t'i nështrohet një procesi serioz diagnostikus, në mënyrë që trajtimi më pastaj të bëhet nga profesionistët e caktuar. Thot për shëndetje kam djalin 10 muaj, është alergji në laktozë. Sa herë jap diçka, për shembull domate, kastraves, ju skuqet e mjekra, po ju heket mas 10 minutave. Çfarë më këshilloni thot? Nuk do ta përzim intolerancën laktozë me alergjin. Intolerancën laktozë është një entitet tjetër që ka disa mungesa tjera në një organizëm të caktuar dhe që shfaq probleme sidomos me qumshtin për shkak të proteinave të caktuara të qumshtit në këtë rast, që merret terapi zëvendësuese dhe kalojnë vetëm duhet diagnostikohet është primare apo sekondare dhe me terapi zëvendësuese për një periudhë të caktuar ajo largohet si e tillë dhe nuk ka ndonjë të lashe të madhe. Ndërka që alergjit si ku nduru përmend në domate dhe në disa perime të tjera, ato duhet të diagnostikohen dhe të dihet sakt se ku është një person alergji dhe nuk duhet provokohet organizmi me substanca në të cilat ka një reakcion, sepse organizmi shpeshherë është i paparashikueshëm në vrullin e reagimit të tij dhe mund të jetë ndonjë të lashe më serioze nëse konsumohet dhe provokohet organizmi me substanca në të cilat është alergji. Një herë dy mund të kalojë me një skuqje, po potenciali i përkeqësimit të situatës nga provokimi i vazhdueshëm me këto substanca gjithnjë mbetet i lartë. Kemi një telefonat, po e marrim. Alo, mirëmëngjes, cila është pyetja për doktorin? Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po zonjë, cila është pyetja për doktorin? Do shta me të pyet, unë jam pi Prizrenit. Para luftës jam me alergji, asnjë mjek s'u më gjon çka kam alergji. Jam kon të profesorja Lila Beta, të prezant të Bardhi, s'ka Bardha, a dhe s'u më gjon ku bë teste, alergjia nuk po di çfarë alergjie. Do shta me pyet doktorin. Po çfarë simptomash ke? Çfarë simptoma më herë para luftës jam konstuku me ingtë që të më shojnë. Plua. Tash më bën si puçra timta, tash pi gjoksit e përpjet në krye, fytyrës, aty më shumë kam alergji. Duhet provoni që të diagnostikoheni sepse harku kohor të cilit ju i referoni si para lufte bëhet fjalë për 26 vjet tutje. Për këto 26 vjet kanë ecë shumë procese, janë modernizuar shumë procese dhe të udhëzoj që të paraqitesh me bu teste pak më të avancuara. Më të avancuara, një hulumtim më të thellë për këtë me këtë problem dhe po besoj që do të gjendet një zgjidhje e kënaqshme. Faleminderit shumë. Më ka thonë as pozitiv, as negativ për dalë aty testet ku i kom bë. Na fal, pak na shtaj pengova vetëm as pozitiv as negativ ka. Ka një mori testesh, nuk është vetëm një lloj testi dhe nuk e dim se në çfarë saktësisht jeni testu. Kështu që në kushtet e mungesës informatave shumë specifike ne edhe mund të gabojmë që t'japim ndonjë orientim të caktuar.
Na falë, na ditën e mirë. Jo, faleminderit shumë zonjë. Uroj me ndjek instruksionet apo udhëzimet e doktorit, edhe me vazhdu me qenë se tash edhe doktori paraprakisht e përmendit që ka lloj-lloj testet të cilat mundemi me i bue, që ndër vite kanë avancuar patjetër që këto testet të alergjive apo mënyrën për me identifikua alergjin janë bue dhe më të mira më të avancuara ndër vite. Tash po vazhdoj edhe me një pyetje tjetër, thot kam djalin 15 muaj dhe ka skuqe të syve e kruarja. Po, është e mundshme që në këtë fazë, 15 muaj mbi një vit dikur, atëherë mund të shfaqen ndoshta simptomat e para, sepse ka ndodhur procesi i sensibilizimit të organizmit me ndonjë substancë potencialisht alergjene dhe është e mundshme që të manifestojë këto simptomat që duhet të konsultohet, për cilat duhet të konsultohet mjeku alergolog. Kemi një telefonat, po e marrim edhe një tjetër. Alo, mirëmëngjes, cila është pyetja? Alo? Po, mirëmëngjes. Apo na dëgjon? Cila është pyetja për doktorin? Po, unë e kam qikën që 13 vjetë prej polirit. E kam qikën prej polirit është 13 vjeqare. Po? Edhe s'kena lon mjek për që kërkon, alergjia është për polirit, shtëpis, edhe është me terapia, pëtën terapia kështu inhalim me rrym, inhalim kështu me që është pa rrym, edhe nuk po mujmë mja hek alergjin që 13 vjetë, ta është edhe në shkollë kër së më po mujna me qu, pëtën. Edhe tani e këna post të doktori alergjis në ka thonë, për dhëtë me i kjo se ka të kalu në nasme dhe dhëtë me shtin vaksina. Ta është spedime, a ka sukses me vaksina me lënë qështoj në halen? Këtë përgjigje duhet të japë mjeku i cili ka propozu, sepse dhe i cili ka propozu e për logjikshëm e ka përcjell pacientin në fjalë. Pra ai duhet të japë përgjigjen, po vaksinimi është një prej metodave të trajtimit modern të sëmundjeve alergjike. A mund të jetë deri në këtë shkallë sa që non stop duhet të jetë diçka me inhalem apo të mos guxojë dalë fare edhe nga shtëpia? Po, e thamë edhe më herët kur përmendëm shkallën e reaksionit të organizmit, pra shkallën e potencialit që ka një alergjen i caktuar për shkaktuar një reaksion të madh alergjik, dhe kjo është e mundshme. Ju urojmë shumë shëndet, për ndryshe për ata të cilët po na dërgojnë pyetje dhe janë duke ndjek emisionin, e që nuk e keni pa qysh prej fillimit të bisedës, mundeni me hy në kanalin zyrtar të Koha Vizionit në YouTube dhe me i gjetë prej fillimit edhe krejt përgjigjet pastaj që i ka dhënë doktore. Por unë po vazhdoj edhe me disa pyetje tjera, thot kam alergji në polen, por që para disa viteve kanë filluar të më shfaqen edhe alergji nga ngrënia e frutave, simptomat i kanë pas kruarje e të fytyt, a ka ndonjë trajtim që duhet bërë? Po, kjo njihet si reakcion i kryqëzuar, pra nëse je alergjik në disa polene, mund të jesh alergjik edhe në disa fruta që duhet të shmangen si të tilla, për shkak se mund të provokohet organizmi dhe të manifestojë simptomatologji alergjike. Pra, është e mundshme që të ketë reakcion të kryqëzuar mes poleneve dhe frutave. Duke qenë alergjik me një polen caktuar, e ketë, si themi, është më problematike përdorimi i disa frutave të caktuar, pra është e mundshme. Ne po i diskutojmë me alergjit, lloje të ndryshme, trajtimin, simptomat që munden me pas, por kur e kemi pas para disa vjetëve këtë bisedë, kemi treguar që ka pas edhe mungesë të vaksinave sa i përket pickimit nga insektet, të cilët munden me qenë alergji, për shembull bleta apo grejz. E kemi një pyetje pikërisht për këto, dua ta ndërlidh dhe kemi një telefonat, por do ta marrim pas pak. Të dua të bëj një pyetje për doktorin, djalin e kam 25 vjet, nëse e han apo e pickon djalin një blet, ancë apo grajz, djali për 5 minuta ajet komplet, a mund të ketë ndonjë injekcion që të merr në fillim të pranverës apo si t'ja bëjë, shumë alergjik, thot faleminderit. Jo, procesi i duhet të ajo është pasit të pickon. Duhet ta kemi dallimin e qartë, ta bëjmë dallimin e qartë dhe pra ka terapi urgjente që mirët në raste dhe mbahet me vete noradrenalin apo EpiPen që njihet, zakonisht pacientët furnizohen nga jashtë, dhe
ai do të bëhet një lloj aplikimi urgjent në momentin e kafshimit të pickimit të ndonjë insekti dhe të reaksionet e vrrullshme dhe ato jetë kërcënuese. Ndërkaq, procesi i desensibilizimit, procesi i uljes së këtij apo largimit të këtij sensibilizimi në blet është një proces tjetër. Pra janë dy procese të cilat duhet t'i dallojmë. Pra procesi i aplikimit të vaksinave kundër alergjisë në blet është një proces tjetër, procesi i desensibilizimit, ka variante të ndryshme, rash imunizimi që është së fundmi dhe të tjera, dhe po ashtu do thotë masat urgjente në rast të pickimit bletës ka terapi, pra që mbahet me veti dhe vet injektohet deri sa të gjendet ndonjë zgjidhje. Po a ka të tilla në Kosovë? Apo duhet vetëm të na i sjellë dikush? Nuk e di, zakonisht që kam has pacient, do të kanë marrë nga jashtë. Përvojat e mia janë që nga jashtë kryesisht i kanë. Ndërsa ajo imunizimit, vaksinimit është krejt diçka tjetër. Kjo në rast në qofse picku duhet të reagojë dhe ta ketë këtë pjesën tjetër me vete. Alo, mirëmëngjes, cila është pyetja për doktorin? Alo. Po. Unë jam një person që edhe ma herët këm pas alergji, ama që tash po kam shumë krurje në trup edhe në fytyrë, a e kam mos për telefonit që e përdori shumë, a për alergjisë. Na kanë friksu krejtve të e përdor telefonin adhem edhe krytë edhe shpina dhe ka probleme edhe për sy, ka probleme edhe për sy, edhe për trunin, edhe për gjitha organet, pra aplikimi, përdorimi i madh i pa kontrolluar i teknologjisë, po në këto raste që një person që thotë se kam pas edhe më herët alergji dhe tash kam skuqje, me shumë gjas mund të jetë vazhdim dhe në mos edhe përkeqësim i shpërfaqjes simptomave alergjike të cilat me kohë kanë qenë aty. Unë po vazhdoj edhe me pyetje tjera, ka shumë, po më thonë që kemi një telefonat. Alo, mirëmëngjes, cila është pyetja për doktorin? Alo. Po, cila është pyetja zonjë? Alo, mirëmëngjes. Po. E kam vajzën me alergji, realisht ja kom bo këto testet e alergjisë të gjitha që i bohën, po nuk ka dal vlera e naltë. Po tash një ditë ka kollë, nesër s'ka kollë. Realisht kur t'ja dha dexazolin ose silopeni me ilhalem i lalet krejt, ose loratidini si sirop, po ato testet nuk i dale që i ka alergji. Kollën e ka të mërshme, të malë sot e ka kollën, nesër s'ka hesh kur t'ja dha që tu barna. Çfarë moshe ka fëmija? Moshën e ka 7, do me haun të e ka pas pilingjes. Gjitha ja kom ba, gjitha e kom qu, alergjin e ka me kollë, tjetër simptom s'ka, veç kollën e ka të mërshme. Moshë simptome mjaftueshme që Gjithashtu ja kom ba dhe të testet të moshknive, se dyshojshë që diçka me moshni, gjitha që ka kom ba testet krejt mirë i kanë dalë. Duhet të shiku për ndonjë mekim me detaj, ndonjë, si themi, ndonjë gjurmim me detaj në drejtim të smundjeve alergologjike dhe së bashku edhe me ndonjë problem tjetër pulmologjik, pra në raport me mushkni, respirator të përgjithshëm dhe përgjithsisht respirator dhe me ardhë dhe të një përfundimit caktuar dhe terapi e dur në që pasojat t'jenë sa më të vogla për fëmijën. Ju urojmë shëndet, po ashtu e unë po vazhdoj edhe me pyetje të tjera. Thot, për shëndetje jam alergji nga njëherë ajem në fytyrë, jam të përdor tableta Ceteris, nëse si përdorim më mbushet trupe krejt ushla, po du një këshill sa guxoj me pi këtë ilaç, se nëse nuk e pi, bëhem shumë keq, thot. Është mirë që nëse na ka dëgjuar prej fillimit, thamë që nuk ka asnjë ilaç që është i mirë, për shkak se bëhet fjalë për materie kimike të cilat futen në trup. Po megjithatë janë disa situata të caktuara që arsytojnë përdorimin e tyre, po para se të procedojmë me mjekimin, duhet të diagnostikohemi së pari në mënyrë që ta dimë saktë se nga çfarë vuajmë dhe kur e dimë saktë se nga çfarë vuajmë, atëherë e kemi të qartë edhe se për çfarë kemi nevojë. Pra, nuk mund ta dish për çfarë ke nevojë sa ta përdorsh një substancë një tabletë të caktuar dhe nëse fillimisht nuk e di se cilat janë nevojat tua reale dhe të organizmit tënd, përkitazim me këtë problematikë. Pra, spari diagnostikimi e më pastaj mjekimi. Shmangeni vetë mjekimin
vetëm për faktin se keni pa dikën që ta marrë atë substancë, sepse një diagnostikim i mungum, i sakt, dhe i munguar, mund të prodhoj pasoja të mëdha për shëndetin, duke mos u trajtuar në mënyrë adekuate. Thot, për shëndetje, jam alergjim polen dhe pluhur të shtëpisë. Kur duhet me urujt, thot, jam me sprejt frymarrës Respir, dhe sprej për hund Serbo, thot, përdorim. Po. Alergjia e polenit, varësisht nga çfarë poleni jeni, i keni fazët e caktuara të pikut të tij dhe rënjes së tij në ajër. Pra duhet të specifikohet se në cilin polen, sepse ka një mori polenësh të ndryshme dhe ndërkaq alergjia e pluhurit të shtëpisë, kjo që njihet në gjuhën popullore si e tillë, kjo është alergji tër vitin e pranishme në ambientet e mbrëmshme, sidomos në materialet e leshta, qoftë veshmbathje, qoftë shtroja, mbuloja, këto me radhë, dhe aty duhet jemi të kujdesshëm. Pra, kjo është e gjithë pranishme, pra e pranishme gjatë tër vitit, ndërkaq alergjia në polen është sezonale. Se ku dhe si do të mbrohen, besoj që kemi dhënë disa këshilla të mira dhe duhet që të paraqiteni dhe të merrni spari diagnostikimin e caktuar, cila ju bën probleme më shumë, cila ju shkakton të lashë më të mëdha dhe duke ju referuar formave që i përmendëm pra të mjekimit, të aplikohen ato dhe unë po besoj që ka me qenë shumë mirë. Thot, kam probleme me lëkur, më dalin në shpinë, në gjoks, lisha të kafta dhe nga njëherë bëhen të kuqe. A mund të jetë alergji kjo? Thot, përdore her pasere Canesten, a i mi hek për një kohë, mas një kohë shfaqen prapë. Po, këtu nuk do të ngatërohet alergjia me mykun e lëkurës, me rritjen kërpullore në lëkurë që njihen, pra duhet të bëhet një mjekim adekuat dhe të shikohet përgjithsisht sistemi imunitar, sepse po lejon që në mënyrë të vazhdueshme të përsëritet infeksioni me këpurdha, me myshje në lëkurën përkatëse. Pra duhet të bëhet një hulumtim me detaj, sepse nuk është normale që të kemi paraqitje të vazhdueshme të kësaj problematike, ose nuk po shërohet mirë duke apliku Canesten dhe substanca tjera, pra nuk shërohet mirë filli dhe nuk shërohet përfundimisht ka një lloj riparaqitje të vazhdueshme të saj, ose ka të bëjë me sistemin imunitar që vazhdueshëm çalon dikun dhe e ka të pamundshme që të mos e shpërfaqë një problem të tillë me mykun e lëkurës. Thot, përshëndetje, pyetje për doktorin, si është e mundur në testet e alergjisë nuk më del që jam alergjik, kurse në momentin që ha susam, trupi më kruhet dhe më duhet të marr injekcion. Testin e alergjisë e kam bërë me analizën e gjakut. Sikur çdo gjë në mjeksi është relative, mund që të përvidhet lloj-lloj, sepse shkalla e sensitivitetit dhe e specificitetit në alergjen të caktuar asnjëherë nuk është e 100% dhe gjithmonë është e mundshme që të ketë ndonjë çalem aty në analiza, apo në verifikimin e saktë të dyshimeve se ku është alergjik, pra në susam apo në ndonjë përbërës tjetër që e konsumon krahas susamit, dhe besoj që me një konsult të mirëfillt me një profesionist fushës, besoj që këto dilema zgjidhen. Thotë, kam vajzën 13 vjeçare, ka probleme frymare prej alergjisë, është të përdor barna, po hes po do thotë ndikojnë barnat. Alergjia e ka dalë 850, normale për moshën e saj është 250. Çka duhet të bëj? Duhet të konsultohet me profesionistin dhe të ordinohet terapia adekuate në përputhje me gjendjen e vajzës, me analizat që bëhen dhe pra të dozohet mirëfilli substanca e caktuar dhe po besoj që ka me qenë gjithçka në rregull. Përveç trajtimit me medikamente barna të cilat pra i përshkruani si doktor, sa jeni pro atyre alternativave apo kurave natyrale? Për shkak se kemi një pyetje, thotë përshëndetje, si jeni? Deshta me dhonë si ide ose rekomandim me vizitu bajën e Dobërçanit. Aty e kom gjetë shërimin e alergjisë për sy. So besoni, so rekomandoni? Këto, gjithë në mjekimet alternative popullore, këto nuk duhet të përjashtojmë a priori, po me gjitha të këto duhet shihen si me funksion komplementar në mjekimin e mjekësisë
saj që bëjnë na, zyrtare, tradicionale, apo si ta themi, po pa përjashtu as ndonjë mas, sepse derisa gjanat nuk janë zbulu gjitha dhe nuk kemi pretendime se i kemi shtërru gjitha kërkimet në nivel botnor, po flas, atëherë është e mundshme, do gjithë shka që të ndihmoj dhe nuk e përjashtojmë, unë për vete nuk e përjashtoj asnjë variant të trajtimit, po pa u shmang mjekimit dhe diagnostikimit me kohë, sepse në këtë rast po thotë që alergjit për sy, ndërkaq mund të ketë probleme tjera të syrit, të cilat ndonjë substancë të caktuar e gjendur në ujë për kas të ndonjë banje, mund që të shëroj apo të maskoj, të themi më mirë, simptomat për një kohë të caktuar dhe duke mos pas simptoma ju nuk kërkoni ndihmën e profesionistit adekuat shëndetësor dhe duke mos kërkuar ndihmën me kohë atëherë mund vijeni në stad kur rishfaqen ato probleme kur tashmë qoftë alergjike, qoftë tjera, do thotë me sy probleme në këtë rast mas u përmend, dhe kur ju i keni përsëri simptomat e ngjashme dhe kur shkoni të vizitoni te mjeku, pasojat mund të jenë më të mëdha dhe dëmet mund të jenë të pa rikuperueshme. Në këtë kuptim po flas që mund të ketë ndonjë maskim të tillë që përkohësisht mund të gjejë zgjidhje. Pra, këtë du ta kemi si kujdes të shtuar, për ndryshe çdo gjë që bën mirë është e mirë se ardhëm, po pa përjashtu, pa anashkalu takimin me mjekun, medikamentet dhe këtë që e jep shkenca. Doktor, faleminderit shumë për kohën, faleminderit për këshillat, udhëzimet që i keni drejtu drejt shikuesve të emisionit Mëngjesit. Kënaqësi që ju patëm këtu. Faleminderit, ishte kënaqësi për mua.